Përshëndetje. Atëherë këtu te kjo kolonia do bëjmë një kontroll. Sepse herën e fundit që e kam kontrollu para 25 ditësh, mos gaboj edhe se kam hapur më fare tash ose si është. Kur e kam kontrollu për herë të fundit, kam vënë re se kjo donte të bënte çibuk dhe donte ta zvendësonte mbretëreshën. Por do e shohim nëse është zvendësuar mbretëresha apo jo. Edhe do ju them se çka kam bërë te kjo kolonia. Këte nuk e kam vendos katë të dytë, vetëm kam bërë ndarje nga kjo dhe do ju them se si e kam shfrytzuar mbretëreshën që të marrim sa më shumë pjelli, edhe e kam shfrytzuar për ndërtim të kornizash. Siç shikohet janë gjitha kornizat të reja, vetëm këto dyja këtu janë kornizat vjetra. Atëherë bëjmë një kontroll, ta shohim nëse është më e vjetër apo jo. Korniza e parë është e ndërtuar, edhe nga këtë e kam ndërtuar, por është bosh. Bleta është shumë e qetë. Them nëse e kam shumë më në serën e fundit që e pa ta kontrollu unë, kishte vazhdu, kishte bërë 3-4 çibuk diku në përcepe, edhe do e shohim. Te kjo këtu unë kam bërë mbi 6 ndarje, mbi 6 blet janë marrë nga kjo. Mashallah. Kjo qenë ka full. Edhe nuk e kam ushqy më fare, mashallah. Është komplet i kuq kjo, nuk e di se nga sa e kanë marrë. Kjo është komplet i kuq. Shohim kornizën e dytë. Edhe si që thash të këta e kam shfrytzuar më shumë, ja dhe këtu ka vazhdu duke i ndërtuar një 2 kulla. Po vazhdon të ngjitet lart. Këta e kam shfrytzuar kësaj, e di çfarë i kam bërë më shumë të një kohë, si që kam thënë për video tjera, që ose i keni parë, unë disa blet i shfrytëzoj thjesht për t'ju marrë pjellin edhe për ndërtim të kornizave. Nuk i bëj gjitha 2 kate për të marrë mjalt, ose bëj ndarje, ose i thjesht ju marrë pjellin, ju vendos korniza edhe u marrë pjellin e dhurojnë për koloni tjera, i vendos prap korniza që t'i mbushin me pjellin. Edhe te kjo është një rast i tillë. Edhe kjo po shi jam me vëmendjen që se ka vezë ditore. Tu kemi pak pjelli, këte ka mbush me polen, këte ka mbush me mjalt. Po ashtu edhe këtej ka vetëm pak pjelli. Edhe kjo është e volosur, por bleta është super e qetë. Edhe pse sot është mbasdite, prandaj kam vendos maskën edhe kam veshur edhe te bluzën. Te kjo këtu unë çdo 3 ditë, sa i kam lënë, normal që i kam lënë 2 korniza që ishin cep në pjelli, por ka 22 ditë që nuk e kam kontrollu. Gjithmonë i leja 2-3 korniza që ishin me pjelli të vulosur. Në mes të atyre i vendosja një kornizë boshe, që ishte e zezë, sepse kornizat e zeza i preferojnë shumë mbretëreshë. Dhe ja leja për 2 ditë. Në moment që ai mbushet plot me pjelli ditore, shkoja, ja merja, vendosja një kornizë tjetër. Pas 3 ditësh ja merja prap kornizën vetëm pjelli ditore, i merja, dhuroja nëpër koloni tjera, këto e shfrytëzoja vetëm për t'i marrë pjellin. Se kjo ka pas bërë një super pjelli. Por siç shihet, kohët e fundit e ndaloj pjellin. Mashallah, edhe kjo është plot. Nuk e di se nga po e marrin këtë lloj nektari, është i kuq. Po ashtu edhe këtej, nuk ka pjellin. Prandaj e pa ta parë, shikoni, moment që nuk bëjnë pjelli, prandaj u thash dhe ajo mënyra që unë e izoloj, e heq mbretëreshën fare dhe e lë që të dalë komplet pjelli. Dhe në moment që nuk ka pjelli ditore, bleta çaj mbledh dhe depoziton komplet. Ja, dhe këtu është rasti që me një kat është kjo, dhe shikoj ka 3 korniza pothuajse me mjalt. Por thjesht desha ta shoh nëse ai ka ndryshuar memën apo jo. Se herën e fundit e pa ta lënë me çibuk, edhe mema ka qenë. Ja, kjo është me pjelli, kurora është komplet e vulosur me mjalt. Ka mjalt deri këtu është me pjelli, si shikohet pjellin e ka prishur pak, nuk ka bërë pjellin e mirë më. Edhe po të shihet këtu ensore, këtu ka bërë çibuk. Ja, dhe kjo është çibuku. E shky këtu. Duket te kamera, besoj se duket edhe kështu. Tu ka akoma një çibuk të vulosur.
Leta është super e qetë. Shohim se është mbretëresha, këtu ka pjelli vetëm mbulosur. Këtu është një qibuk, por do të dini edhe diçka sepse ka shumë raste që kolonia vendos që të bëje qibuk për të ndryshuar mëmën, por mëma shkon edhe i prish qibukët ditët 2-3 ditë para ose 5 ditë para që të lindë mbretëresha. Ajo e din se do linde, edhe shkon ose e thumbon ose e gërvisht e prish, edhe nuk e lën që të rojisi. Dhe ta shohim që se është një rast i tillë dhe ky. Ja edhe këtu. Të shohim se ka pjellë ditore, po pas ka edhe këtu pjellë ditore pas ka. Atëherë kjo i ka prish qibukët e parë si duket. Ja te ka bërë prap qibuk. Sa po ja prisha një mbretëresh, shko sa është bërë larva. Kjo donte edhe disa ditë që të dilte e reja. Edhe këtu në fund përsëri prap ka pjelli. Ka dhe qibuk. Këtu është ai rasti që mëma nuk do që ta ndryshojnë, dhe pse bleta bën qibuk për ndryshimin e saj. Nuk e di se sa mund duket atje. Ja tek është prap qibuku tjetër edhe këtu prap qibuku tjetër. Kemi 3 qibuk. Këtu do të kishte dalë mbretëresha si rregull, por kjo ai ka prish qibuk. Në moment që bëhen gati ja tek është dhe nëma, dhe më duket ja tek është duke e prish edhe një qibuk. U fshe. Te kam ngjyros herën e kaluar se doja ta shihja është apo nuk është ja tek është. Ka shumë pak boj. Kjo po bën 3 vite. Ja dhe ka bërë përsëri qibuk, të bëja prishun. Ja dhe kështë. Edhe mu këtu në cep, për nuk e di në sa mund duket, ishte duke e prish një qibuk. U fshe. Kjo ndodhë kur mëma nuk do që ta lëshoj kolonin. Po në këto rastesh do pyese dikush çfarë mund t'i bëjmë, ja dhe kështë. Po e mbulojmë gishtin tim, ja dhe kështë. Nuk të para gishtit tim. E pa ta dhe një pik. Është komplet në pjellë bulosur edhe qibukun po e prishte përsëri. Të janë rastit që kjo nuk do ta lëri kolonin. Ja dhe kështë qibuku tjetër prap, këtu i ka coptuar qibukun, nuk duket te kamera. Nga ana tjetër këtu duket sigurisht i mirë. Por këte nga ana tjetër po e griste dhe po ta shikni është i prishur. Në këto raste mirë është që ta mbysim ne dhe ta lëmë që të dalë një nga këto qibuk, por ta shohim deri në fund. Se kësaj mund t'i kem mbarë mbi 10-15 korniza me pjellin. Se si që u thash, ja vendos një kornizë boshe, tani e ka ullë ritmin e pjellit, si duket është harxhu, kjo nuk bën më. Kjo ka hyrë në vitin e 3, është më 2 vjeçare. Kjo po ta mbyllte edhe këtë vit, do ishte viti i 3. Ja. Shkojni, këtë është pjellje vulosur. Këtë e kam mbush plot me nektar, shikojni ku nuk ka pjellje, e kam mbush me nektar, këtë është me pjellje vulosur, shkojni. Nuk e di a shpelqen, ja, duket. Shpresoj që duket, shkojni nuk ka bërë pjellje ditore fare, thjesht e kam mbush me nektar. Ku ka dalë pjellje vulosur, e kam mbush me nektar. Po të njëjtën e ka bërë dhe këtej. Kështu që këtë mëmën duhet ta eliminoj unë, sepse kjo nuk bën më pjellje dhe nuk po lën që të dalë edhe mbretëresha e re. Por kjo kështu thjesht e bllokon me pjellje, shumë e pjellje, e bllokon me mjaltë, të shikoj gjitha kornizat me mjaltë. Do ta kisha kthyer telefonin në një pozicion që t'i bjerë drita dielli. Shkojnë, ku nuk ka pjellje, s'ka bërë pjellje ditore këtu. Ku ka dalë pjellje e vulosur, e ka mbush me nektar. Kështu që këtë mëmë unë do ja heq, do ja vras fare. Edhe do e lëm që të dalë një re.
sepse nga kjo nuk presim me prodhim. Normal që derisa të dalë e reja, këto komplet kornizat do jenë mush me mjalt. Kështu që unë mund t'ja marrë disa nga këto edhe ta lërë që të vazhdoj e reja. Për kjo e reja që të dali, kjo nuk bën me për këtë vit për të marrë kata, për të bërë diçka tjetër, mashallah. Kjo është full me polen edhe me nektar. Ka bërë dhe një 2 kulla të lartë. Mashallah, nuk e di se sa duket. Ja, tani duket, shkoj e zeshtë. E ka bërë plak. Ja dhe këti. I ka gjitha kornizat i ka mbush me mjalt, nuk ka fillë ditore shumë pak. Edhe po i prish dhe çibuk, nuk po do që të dalë mbretëresh tjetër, do që të rije vetë. Ja dhe kjo është. Ja dhe këti lot me mjalt i ka mbush. Por kjo më nuk duhet më, kështu që unë do më duhet ta marr vendimin që ta heq. Ka shumë ditë që se kam kontrollu, sepse kam pas shumë punë, shumë angazhime. Kështu që do e kapim dhe rrasë mamë, nuk kemi që t'i bëjmë. Sepse kjo nuk po le që të zhvillohet edhe një më me re. Sepse shkon edhe i prish çibukët, para se të dalin mbretëresha e re, kjo shkon e i vret. Ka edhe kështu rastesh, është për t'u habit mbase nga ju që jeni të ri dhe nuk e dini. Por këtë unë e kam shfrytzuar në maksimum, kështu që derisa të dalë e reja dhe të frekondohet dhe të vazhdoj e pjellin, këto janë çibuk të vullosur, derisa të dalë mëma. Dhe si pas ngjyrës, si që janë çibuk, ja to tregoj një që nuk e ka prish. Kështu që jemi në kohë mirë që se kam lënë akoma më shumë. Dhe derisa është i pjekur, është i nxirr, është bërë i kuq komplet çibuku, kjo do të thotë që do dali shumë shpejt mbretëresha e re. Ja dhe kjo është mbretëresha e vjetër. E vjetër, kjo nuk është shumë e vjetër, është. Kjo nuk është shumë e vjetër, është 3 vjeçare, por do më duhet ta eliminoj. Kështu që për pak ditë të dalim mbretëresha e re dhe ju urojmë sukses. Por derisa të dalë e reja, shikoj mbretëresha. Shikoj sa e nxjerr thumbin, se disa nga ju nuk e dinin që mbretëresha ka thumb. Ta provojmë nëse do ma ngule thumbin e gisht apo jo. Duket shikojnë sa e nxjerr thumbin. Por thumbi i mbretëreshës, opa, e pa të ngul, thumbi i mbretëreshës është thumbim shumë më i lehtë se një blete punëtore. Kështu që nuk po e vras që mos ta shikoni ju se mund thoni është gjyna. Por në moment që mëma nuk të jep më prodhim, normal që duhet ta eliminojmë dhe ju urojmë sukses të rejes. Se keni idenë se sa e nxjerr thumbin. Kjo as nuk fluturon dot se ja kam prerë një krah. Kështu që faleminderit deri tani, por edhe i fundi për ty. Kështu që do ja largojmë. Atëherë që do dallonin nëse do të dalë shumë shpejt mbretëresha apo do vonoje, do të keni parasysh që nëse çibuku është si ky këtu, është i kuq komplet, atëherë për brenda 2-3 ditësh do dalë mbretëresha e re. Dhe po të shikoni me shumë vëmendje sa çibuk, bletët i ruajnë, ju rrin aty, sidomos kur janë blet, kur është koloni e re, dhe që do të rrisi.
e bën një thumë të vogël nxjerr gjuhën sepse i ruaj, nuk i lën që të dalin gjitha mbretëreshat për një herë. Mund dala e para ose rojit ose merr kontrollin dhe tjerat i vrasin. Shiko, këtu janë 2 çibuk rresht. Nga ngjyra duket se brenda 3 ditësh, 4 ditësh maksimumi të dalë mbretëresha e re. Kështu që i urojmë sukses të rejes. Të vjetrën e largova. Ndërsa këtu pash se ishte edhe këtu një çibuk. Ishte goxha i mirë, goxha i madh. Ky ishte i bardhë. Edhe do dini dhe diçka që në moment që ka çibuk nuk duhet që ta shkuntini kornizën. Sepse ndodh që ti e vret nëmën nga brenda. Shikoni, ky është çibuk i bardhë. Ky do thotë që ka pak ditë që është bërë gati. Shpresoj të duket. Ky është i bardhë dhe duket që ka pak ditë. Dhe tresha nuk është gati akoma që të lindi dhe kjo. Kështu që ne këtë e mbyllim. Derisa dalin mbretëreshat përkundohet, të gjitha këto bleça, i shikoni këtu, të gjitha do kthehen dhe do mbledhin. Do kthehen gjitha, do mbledhin mjalt. Kështu që në këtë rast unë kësaj dhe do i bëj një vjelje. Gjithë të kornizat që shikoni që janë mashallah janë plot me mjalt deri në fund. Dhe sipër ka vazhduar e ka vulos. Këto do ja marrim. Nuk e di, më duket sikur është bosha, nuk e fokuson kamera mirë. Janë plot. Edhe këto do ja marrim. Edhe do fitojmë dhe një mbretëresh të re. Ja, është tjetra. Nuk e di nëse duket apo jo, por është plot deri në fund. Kështu që këto do e vulosim. Edhe do marrim një mam të re dhe do marrim edhe mjalt. Kështu mbretëreshën e vjetër eliminojmë, nuk na hyn më në punë. Sepse edhe po ta lej unë atë, te kjo nuk pritet që të dalë dhe të frekondohet edhe e reja edhe të rria dhe e vjetra këtu, sepse kjo shkon edhe i prish çibukët. Kështu që mund të vënojë për shumë kohë dhe kolonia nuk zhvillohet më. Si shihet nuk ka fare shumë pak pjellë ditore ka. Kështu që më mirë i eliminojmë memën. Edhe këtu del mbretëresha e re dhe vazhdon normal kolonia. Se po ta lëm memën këtu është kot ta lëm. Se nuk marrim më përfitim nga kjo mbretëresh. Siç thash kësaj, unë i kam bërë këtë mënyrën që e bëj edhe të shumë koloni tjera, nëse më keni dëgjuar me vëmendje. Ju kam thënë shumë herë që unë i shfrytëzoj mbretëreshat, disa ju marr vetëm pjelljen. Disa i lej vetëm vendos kornizat të reja, u heq kornizat, i lë të ndërtojnë, i dhuroj tek një tjetër. Ndërsa në këtë rast, sa i këtu i ka marrë vetëm pjelljen, prandaj kjo e ka dhënë maksimumin, nuk bën më pjellje, kjo është harxhuar maksimum. Kështu që po e mbyllim, mëmën ja heqëm. Kështu që nëse keni edhe ju ndonjë rast të tillë që mëma nuk bën më prodhim, nuk bën më pjellje, shikoni se bën çibuk, e prap kur ta kontrolloni pas disa kohësh prap është mëma aty, është më mirë hiqet dalë mbretëresha e re, sepse nëse ja lën nuk do kesh ndonjë fitim nga ajo, sepse nuk jep më. Atë që kishte ajo e ka dhënë maksimumin e vet. Kështu që t'ja kaloni mirë dhe ngjoni në një video tjetër. Nëse keni ndonjë pyetje mund të shkruani këtu ose në Instagram dhe flas. T'ja kaloni mirë.